Edi Rama është kryeministri i vetëm gjatë 34 viteve që ka rekordin për numrin e madh të ministrave të brendshëm dhe drejtorëve të përgjithshëm të policisë, duke i ndëruar shpesh ata. Mesatarja e kohës së qëndrimit të tyre në detyrë është 16 muaj për çdo ministër nga 4 vite mandat dhe 27 muaj mesatarja e qëndrimit për çdo drejtor policie nga 5 vite mandat, ndërsa drejtorët e policive të qarqeve dhe shefat e komisariateve janë ndryshuar çdo 6 muaj ose 1 vit. Çdo ministër të brendshëm e drejtor policie të shkarkuar, Edi Rama e ka përcjell me lavde për arritje të larta ose me heshtje, ndërsa zëvendësuesit i quante garant për luftën kundër krimit. Faktet kanë treguar se rekordi i Edi Ramës për numrin e ministrave të brendshëm dhe drejtuesve të policisë që kanë ndëruar në 13 vite nuk ka lidhje me forcimin e luftës kundër krimit, por me ndikimin dhe kontrollin e grupeve kriminale mbi kryeministrin, jo vetëm për ish-ministrin Tauland Balla, për të cilin u tha se e shkarkoi banda e troplinëve, apo ish-drejtorin Ilir Proda, për të cilin u tha se u emërua nga Ergyes Agasi dhe grupi Troplini. Por për të gjithë ministrat dhe drejtorët pas vitit 2017, është thënë dhe është pretenduar se janë emëruar me ndikim nga grupet kriminale dhe oligarkët e lidhur me Edi Ramën. Pasi i kanë shfrytzuar për punë të pista dhe pasi ka pasur reagime nga partnerët e sigurisë të SBA-be, Edi Rama i ka shkarkuar dhe i ka zëvendësuar me të tjerë, por përsëri të rekomanduar nga grupe kriminale dhe oligark. Madje aq të lidhur dhe të afërt kanë qenë me grupe kriminale sa ministri i brendshëm Fatmir Xhafaj gjatë ushtrimit të detyrës kishte vëllain të dënuar me burg në Itali për trafik droge. Drejtori Ilir Proda rezultoi ortak biznesi me vëllezërit trafikant Ylli dhe Petrit Cara dhe përfitoi 2 apartamente banimi prej tyre, ndërsa oficerin trafikant Ulian Shpataraku, Ilir Proda emëroi drejtor policie në Elbasan dhe Korç dhe specialist në drejtorinë e përgjithshme të policisë, megjithse kishte qenë i përjashtuar nga policia dhe ishte dënuar për arrest, fshehje dhe lirim trafikantësh kundrejt përfitimeve. 10 ministrat e brendshëm në 13 vitet e pushtetit të PS-s, Sajmir Tahiri emëruar më 15 shtator 2013, shkarkuar më 19 mars 2017. Fatmir Xhafaj emëruar më 24 mars 2017, shkarkuar më 22 maj 2017. Dritan Demiraj emëruar më 22 maj 2017, shkarkuar më 13 shtator 2017. Fatmir Xhafaj riemëruar më 14 shtator 2017, rishkarkuar më 27 tetor 2018. Sander Lesha emëruar më 23 nëntor 2018, shkarkuar më 17 dhjetor 2020. Bedar Çuçi emëruar më 18 dhjetor 2020, shkarkuar më 13 korrik 2023. Tauland Balla emëruar më 14 korrik 2023, shkarkuar më 30 korrik 2024. Ervin Hoxha emëruar më 31 korrik 2024, shkarkuar më 11 shtator 2025. Albana Koçiu emëruar më 11 shtator 2025, shkarkuar më 4 mars 2026. Besfort Lamallari filloi detyrën më 5 mars 2026. Drejtorët e policisë të shkarkuar në 13 vite janë këta: Artan Didi, Haki Çako, Ardi Veliu, Gledis Nano, Muhamet Rumbullaku dhe Ilir Proda, ndërsa aktualisht është komanduar Sokol Bishga deri në emërimin e drejtorit të ri. Edhe në strukturat e drejtorisë së përgjithshme të policisë dhe në Qarqe, gjatë 13 viteve janë bërë 373 emërime, shkarkime dhe riemërime drejtorësh dhe shefash komisariatesh, me qarkullime në përposte e zona, por 90% e tyre janë të njëjtë drejtues, ndërsa situata e krimit është rënduar më shumë, madje edhe përfshirja e zyrtarëve të policisë në aktivitete kriminale. Ditën e mërkur, kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula zhvilloi një takim me drejtuesit dhe inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, të cilëve u kërkoi të zbulojnë dhe ndëshkojnë krimin ushqimor në prodhime tregje. Ai kërkoi zero tolerancë pas marrjes së denoncimeve dhe gjatë kontrolleve ndaj gjithë bizneseve që cënojnë sigurinë ushqimore. Detyrim ligjor që drejtuesja e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Blerina Gjulameti garantoi se do zbatohet. Kjo vëmendje e veçantë është nisje shpresdhënëse nga Dashnor Sula, ndërsa Blerina Gjulameti pas emërimit bëri kontrolle e ndëshkimeve të krimit ushqimor ndryshe nga 11 drejtuesit para saj. Nëse kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula dhe drejtuesja e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit kanë vendosur ta godasin krimin ushqimor, duhet ta fillojnë nga importuesit dhe tregjet, të cilët nuk preken sepse kanë lidhje me kupolën e pushtetit. Një bazë e paprekshme e krimit ushqimor është rrjeti Big Market, në pronësi të deputetit socialist Vullnet Sinaj, dominues me markete në Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, çdo qytet.
Për Big Market vazhdojnë të bëhen shumë denoncime konkrete për produkte ushqimore të mykura, pa cilësi, të rrezikshme, të skaduara me datat korrigjuara, me etiketa prodhimi dhe origjinë false e pa të dhëna. Nisur prej faktit që kur Dashnur Sulaj ishte deputet, denonconte vazhdimisht krimin ushqimor, po i bëjmë një pyetje. A do kontrollohen realisht marketet dhe magazinat e Big Market për të ndaluar dhe goditur krimin ushqimor që organizon pronari deputeti PS-s Vullnet Sinaj dhe e zbatojnë varësit e tij? Në magazinat dhe marketet e Big Market ka punonjës të veçantë që falsifikojnë datat e skadencave të produkteve dhe i lënë në rafte që t'i blejnë konsumatorët, ndërsa produkteve të skaduara që nuk mund të korrigjohen datat disa herë, kryesisht produkte për fëmijë, në produkte mishi, pula, qumësht, bulmetra, konservime e ëmbëlsira, pronari Big Market, deputeti Vullnet Sinaj nuk i zgjeson, por u ashet me çmim të ulët firmave që marrin tender ushqimesh për kopshtet, çerdhet, spitalet, policinë, ushtrinë e burgjet, ndërsa pronarët e firmave bëjnë pazare me drejtorët dhe i përdorin. Më 21 dhjetor 2023, pamfleti publikoi shkrimin me titull: Drejtori AKU-s urdhëron të mos kontrollohen Big Market, Devoli dhe bizneset e të fortëve sepse sipas informacionit i kishte dhënë urdhër kryeministri Edi Rama. Më 20 shkurt 2026, mazhoranca parlamentare nuk e miratoi projekt ligjin e analizave laboratorike për ndotësit ushqimor, ndërkohë që përveç produkteve të prodhuara brenda vendit dhe tregjeve, nuk kontrollohen as produktet e importit. Krahas aseteve produkti përfitimit të parave dhe pasurive publike, oligarku Bashkimulaj po përdor televizionin e tij klientelist A2 CNN për të blerë heshtjen e deputetëve të Partisë Demokratike për skandalin e tjetërsimit të pronave private dhe publike në rjoll, për të ndërtuar një resort privat. Afere e cila ka prodhuar tension dhe përplasje me disa banorë të zonës, pronar të tokave të grabitura nga oligarku Ulaj, teksa heshtjen e familjes Berisha e ka blerë me apartamente, zyra, para për televizionin e familjes dhe interesat të tjera të përbashkëta. Bashkim Ulaj dhe drejtori i tij i televizionit Astrid Patozi po shantazhojnë deputetët e Partisë Demokratike, duke i kërcënuar me mbylljen e derës së televizionit, për cilin do deputet që shfaqet në rjoll në mbështetje të protestave të banorëve apo që mbajnë qëndrime pro tyre. Pra paskina shkruan se deputetët e opozitës, por edhe të forcave të tjera politike, po monitorohen për qëndrimet që mbajnë në raport me çështjen e rjollit. Kur një deputet shfaqet në rjoll në mbështetje të banorëve, menjëherë vihet në lëvizje drejtori i televizionit të Bashkimit Astrid Patozi, i cili e përfshin ligjvënësin në listën e zezë të A2 CNN. Përfshirja në listën e zezë parashikon që deputeti të sankcionuar nuk duhet i kushtohet kohë dhe pasqyrim televiziv, nuk duhet të ftohet në asnjë emision televiziv, pra urdhërohet mbyllja e derës së televizionit, të cilin oligarku Ulaj e përdor si mburoj për veprimtarinë e tij grabitçare. A2 CNN në lojën e zhvatjes së pasurive publike. A2 CNN është një thupër në duart e Bashkim Ulajt, i cili e përdor për të mbrojtur zhvatjen e pasurive dhe parave publike. Më 22 korrik 2021, gjykata e lartë vendosi pezullimin e ndërtimit të heceve mbi Valbon nga kompania Dragobia Energy, deri kur të merret një vendim i formës së prerë për këtë çështje kaq të rëndësishme, e kthyer në një kauzë mjedisore kombëtare. Vendimi i perceptuar si një nga sinjalet e para të drejtësisë së re për të shpëtuar Valbonën nga betonizimi, u firmos nga zëvendës kryetari Sokol Sadushi, si dhe gjyqtarët Ilir Panda dhe Sokol Binaj, pjesë e trupës së re të gjyqtarëve të nivelit të lartë. Kompania Dragobia Energy është në pronësi të konglomeratit të ndërtimit Gjener 2, pas të cilit qëndron Bashkim Ulaj, një nga përfituesit më të mëdhenj të parave dhe pasurive publike, si gjatë qeverisjes së SPD-s ashtu edhe gjatë qeverisjes së socialistëve. Pas vendimit kundër betonimit të Valbonës, një nga mrekullitë natyrore të Shqipërisë, mbi gjykatën e lartë nisi një sulmi menjëhershëm. Sulmi u inicia nga televizioni A2 CNN, përfshirë dhe platformën web. Një ditë pas vendimit më 22 korrik 2022, A2 CNN përmes një kronike televizive dhe artikulli akuzonte gjykatën e lartë se merrte vendime në fshehtësi duke referuar si raste dhe vendimin për pezullimin e heceve në Valbon. Në vijim A2 CNN vijoi sulmet dhe kritika duke nxjerrë në skenë dhe avokatët të cilët akuzonin gjykatën e lartë. Investigimi i këtij televizioni në sulmet ndaj gjykatës së lartë merr një tjetër rëndësi dhe dimension, pasi A2 CNN ban logon e CNN në SBA dhe është në një partneritet ekskluziv me CNN-in amerikan. CNN-i në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka lidhje të forta me ish administratën e ish presidentit Joe Biden, i cili përmes ambasadës amerikane në Tiranë
mbështeti fort gjykatën e lartë pas reformimit. Antarët e rinj të gjykatës së lartë janë emëruar falëtyrësnisë së vazhdueshme të Shtetet e Bashkuara të Amerikës për rifunksionimin e passhkarkimit të antarëve të mëparshëm nga organet e vettingut si të korruptuar. Po pse adyshene në Tiranë u shqetësua dhe u kujtua se gjykata e lartë merrte vendime në fshehtësi pikërisht pas 21 korrikut 2021? Kanali informativ adyshene në Tiranë është në pronësi 100% të kompanisë Gjener 2, e cila ka në pronësi edhe kompaninë e Heceve në Valbon. Administratori i kompanisë Gjener 2 është pikërisht Bashkim Ulaj, i cili ka edhe mazhorancën e aksioneve. Konflikti i interesit në sulmet dhe kritikat ndaj gjykatës së lartë është i qartë. Por përpos konfliktit të interesit, Bashkim Ulaj përdori logon e televizionit prestigjioz amerikan CNN për të sulmuar gjykatën e lartë për interesat e tij private në rastin konkret, për hidrocentralet e tij në Valbon. Mercenarët e Erzen Breçanit kanosin banorët e Rjollit për të mbrojtur grabitjet e tokave nga oligarku Bashkim Ulaj. Krahas punonjësve të policisë së shtetit, oligarku Bashkim Ulaj ka angazhuar edhe kompaninë e sigurisë Breçani Rosp të ish-drejtuesit të policisë Tiranë, Erzen Breçani, kundër banorëve të Rjollit, të cilëve Ulaj u ka grabitur dhe zaptuar me forcë. Pronat e ligjshme dhe të konfirmuara me vendime gjykatash për të ndërtuar një resort privat. Mercenarët e Erzen Breçanit i arrestuar si grup kriminal dhe që ka përlar 50 milion euro tender publik, kanë sulmuar ditët e fundit banorët e Rjollit, të cilët po mbrojnë pronat e tyre, të trashëguara brez pas brezi nga zaptuesi Bashkim Ulaj. Në përplasjen e radhës mes policisë dhe banorëve për resortin e Bashkim Ulajt, u shfaq edhe një grup mercenarësh të Erzen Breçanit, të cilët sulmuan banorët e Rjollit, duke angazhuar edhe qen pitbull. Ndërkohë, një prej punonjësve të sigurisë private të punësuar nga Ulaj, rekrutuar nga Erzen Breçani, ka qelluar me grush një djalë të ri i cili proteston për të mbrojtur tokën e tij. Ky moment ka tensionuar më tej situatën që ka çuar edhe në përplasjen e banorëve me policinë, dhe sidomos me punonjësit e Breçani Ros. Pas përplasjeve, mercenarët e Erzen Breçanit i arrestuar nga SPAK si pjesë e grupit kriminal të Ervin Matës janë shfaqur me përforcime me qen pitbull, marrë nga prapaskena. Skandali i emërimit të rusit Valter Borisovich në ambasadën e Shqipërisë në Gjermani me detyrë këshilltar tashmë është nën hetim nga Prokuroria e Tiranës me procedimin penal numër 6025 datë 8 gusht 2025, ku subjekt hetimi është ambasadorja Adia Sakishi. Sakishi u emërua ambasadore në shtetin lider të Bashkimit Evropian për shkak të marrëdhënieve të afërta me bashkëshorten e kryeministrit Edi Rama, Linda Rama. Sipas pretendimeve, kjo marrëdhënie ka dhënë asaj fuqi të madhe për të bërë emërime në stafin e ambasadës dhe për të administruar fondet. Në listën e emërimeve që ka bërë ambasadorja Adia Sakishi është edhe rusi Valter Borisovich, emërim që ka ngritur shqetësime për statusin e trupit diplomatik edhe për sigurinë e informacioneve që ambasada merr nga shërbimet e sigurisë kombëtare shqiptare dhe që shkëmben me agjencitë gjermane. Nuk dihen urdhrat, ndikimet, lidhjet apo interesat që detyruan ambasadoren Adia Sakishi të emëronte rusin Valter Borisovich si këshilltar në stafin drejtues të ambasadës, ku ai punoi deri në momentin kur u identifikua nga shërbimet sekrete gjermane dhe rasti ju raportua Shishit. Nëpërmjet dokumenteve, pamfleti ka zbuluar se rusi është punësuar në ambasadë me mbiemrin Kryemadhi, konkretisht me identitet të plot Valter Borisovich Kryemadhi. Ai ka deklaruar se ka lindur në Gjermani më 17 prill 96 dhe ka shtetësi shqiptare. Ai ka deklaruar si amësi shtetasen ruse Ana Borisovna, ndërsa si atësi shtetasit Borisovich dhe shtetasin shqiptar Valter Fatbardh Kryemadhi nga fshati Sheqeras i Korçës. Është prokuroria ajo që do të fitojë këtë identitet me aftësi të dyfisht dhe shtetësi të tretë shqiptare, përveç shtetësive ruse dhe gjermane të rusit Valter Borisovich Kryemadhi, të cilin ambasadorja Adia Sakishi e ka emëruar këshilltar të saj. Sipas të dhënave, rusi Valter Borisovich Kryemadhi disponon edhe 2 biznese në Shqipëri, konkretisht kompaninë Flara SHPK ku ka 10% aksione dhe kompaninë Egnatia Travels SHPK ku ka 20% aksione, të dyja me zyra në kompleksin Deli Jorgji. Gjithashtu Valter Borisovich Kryemadhi rezultoni punësuar si përkthyes në fondacion fetar Diakonia Albania, ndërsa në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 ishte kandidat për deputet në Tiranë i Partisë Libra, ndërsa Bullgaria Biljana Naumov edhe ajo e punësuar në zyrën e kontakteve diplomatike në ambasadën e Shqipërisë në Gjermani nga ambasadorja Adia Sakishi. Sipas të dhënave rezulton se para emërimit ka qenë banore rezidente në Subotic të Serbisë dhe ka kryer studimet për filozofi në Novi Sad.